Pra, ju keni patur një bised me Bashkim Ulaj? Po, kemi patur vjet në shtator. Patët një takim apo kanë qenë vetëm mesazhe? Jo, ka qenë takim. Vjet në shtator ka qenë takimi, ndërsa mesazhi ka qenë para se të hynte këtu fare, para se të fillonte projekti, para se të blej toka. Vjet në shtator, mbasi erdhën në mars për të filluar punimet, për të hasën në rezistencë dhe nuk ishin gati me dokumentacionet. Në mars vitin që kaloi, Në mars të 2025-s kanë ardhur makinerit këtu për të filluar punimet. Kanë hasë rezistencën e banorëve dhe janë larguar, sepse dhe lejnë e ndërtimi nuk i kishin akoma. Dhe justifikuar ne kishim marrë për të bërë një test gjeologjik të zonës, se sa mbas, ç'a mund ndërtohet, si mund ndërtohet. Që e bëti ju vetë? Jo, e bëri Generdyshi. E bëri Generdyshi, okej. Dhe tani që më mbrapa, normalisht kanë ndërhyrë njerëz për na mundsuar një takim, na kanë ardhur te shtëpia, na kanë thënë, shiko, unë jam mik i juaj, ato i njoh, do doja shumë që të gjenim një zgjidhje, pse unë e di që është prona juaj. Kështu që kemi mundsuar, kemi diskutuar dhe kemi folur për të bërë një takim, a jeni gati që të uleni të flisni. Dhe normalisht kemi pranuar, sepse unë kam thënë publikisht, ne themi publikisht, ne nuk kemi kundër zhvillimit zonës. Ne ku ta marrim bëhet i gjë e bukur këtu. Por nuk mund ta ndërtosh ti vendin tokën time pa qenë një pjesë. Se është plaçkitje pastaj. Edhe kjo është Ndjet ju të plaçkitur kur ndodhi marsin e vitit kaluar? Marsin e vitit kaluar mbaroi shumë shkurt edhe nuk ka shumë. E di kur ndjem unë e plaçkitur, ja kam thënë shumë herë atyre policëve të shtetit që vinë. Unë i them që vjedhja është kur ta vjedh diçka dhe ti nuk e shikon. Ne na ka vjedh Fatmir Shpeza. I ka bërë letrat e tokës pa ditur neve. Ndërkohë Bashkim Ula po na plaçkit. Bashkim Ula merr policinë e shtetit dhe edhe me ata neve nuk na lejon të futemi në shtëpinë tonë, në pronën tonë. Dhe kam thënë, kur të plaçkit dikush vjen në shtëpi ai dhe thotë, kjo xhaketa është jote, po të marrë për shmall dhe të vë pistoletën mbathës, këna shko dhe e japësh. O jetën në xhaketën. Dhe Bashkim Ula sot ka policinë e shtetit si armë ballin tonë, për të marrë pronën tonë. Normalisht kjo nuk është një situatë normale. Dhe ndoshta nga ana njerëzore mund të kenë ca dosje që mund të kenë atë fëmin që e përndjekin për i vjedhje të vogël, çka që dhe mund të presin pak. Ndërsa kjo është një gjë shumë e nxehtë që po preket një fshat i tërë. Dhe normalisht Prokuroria e Shkodrës duhet nxitoj pak për t'i dhënë drejtim dosjes, për ta nxjerrë nëse certifikata e pronësisë Fatmir Shpezës është e vërtetë apo jo, është e bazuar në dokumenta falsa apo jo. Nëse këto pretendimet tona janë të vërteta ose jo. Ne kaq kërkojmë që të hetohen dokumentat, sepse kemi bindjen e plot që dokumentat që e ka përdorur janë të falsifikuara. Çfarë është falsifikuar në atë dokument? Nëse ti e ke parë. Po, unë e kam parë, unë e kam lexuar vendimin e gjykatës me detaje dhe kam parë dhe dosjen e vendimit gjykatës Fatmir Shpezës, por shumë Fatmir Shpeza përdor këto varrezat dhe thotë që janë varrezat e të parëve të fëmijë. Nuk ka si dokument për ta vërtetuar këtë, vetëm një gjë që thot ai, këto janë varreza me shkrim otoman dhe janë varrezat e mia se unë jam musliman. Po ky është një absurd sepse këto janë varreza shekullore që ne kemi pas në borën e shtëpisë dhe nuk i ka dalë asnjëherë askush për Zot. Dhe madje ne kemi ruetur dhe kemi respektuar se për ne varreza është e shenjtë, unë shkoj lutem të varri gjyshit tim. Edhe duke ditur që dhe nuk është dikush që t'ju dali për Zot, ndjeni një detyrim moral dhe më të fortë për t'i respektuar dhe për të mos i kesh trajtuar. Janë prishur këto varreza sot që tani janë prishur. Janë prishur, po. Unë kam dëgjuar këtu në fshat që në vitin mas demokracisë aty kanë ardhur me fadroma natën, i kanë hapur dhe me truajtur me polici, kanë hapur, kanë marrë çka ka pas brenda dhe janë larguar dhe kanë lënë ashtu të hapura. Dhe tani një alibi që qarkullon është që aty mund të kenë qenë të fshehura gjëra me vlerë dhe Florin të kohës. Gjyqtar thesarësh. Ata që mund t'i kenë hapur. Dhe mund të kenë hapur këto 20 varrezat të cilat sot nuk janë më aty. Ato nuk janë sepse ka se shohim që janë pak të rrethuar, po kanë mbuluar. I kanë mbuluar rëra sepse kjo është si rana hedhur, ndeti si gjatë gjithë kohës rër. Ka batica dhe ka shumë rër. Po nuk kanë ardhur asnjëherë ekspert që t'i shohin ato varreza nga në aspektin historik. Edhe ata të cilët janë që njohin gjuhën otomane. Jo, shiko, ato nuk janë më gurt origjinal. Gurt që janë sot aty janë gurt që ka vendosur Fatmir Shpeza, nuk janë gurt origjinal. Ato gurt origjinal janë dëmtuar, janë hequr, nuk e di se çka ka ndodhur, po ato nuk janë gurt origjinal, ato janë gurt që janë bërë Bartellak të Shkodrës sot. Edhe i ka shkruar ai vetë çka ka dash. Keni të vërtetuar ju këtë? Është shumë e thjeshtë e vërtetuar, vjen eksperti e shikon ku është punuar ky gur. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.